Tani është Ati që e di më së miri, edhe Ati nuk do të bëjë diçka që nuk duhet bërë. Ati nuk do të heqë një shermen për shkaqe të ndryshme. Në qoftë se ai shermendi nuk është shejtar, edhe duhet të hequr për shkak se është shejtar, nuk do të jap frytë. Tani nuk e di me ty çfarë duhet të bësh për ta krastitur këtë qëndresën me Perdinë. Nuk e di kush janë këto degët që po të pengojnë për të fuqizuar në Perdinë. Nuk e di që duhet të heqësh, nuk e di që duhet të krastitesh. Po e di që në qoftë se shkojnë tek Ati, ai do ta bëjë edhe ka më të mirë. Kështu që në qoftë se për arsye nga më të ndryshmet, je duke e lejuar vetes të jesh me Perdinë në këtë marrëdhënie mekanike, ftesa për ty është që të besosh edhe të shkosh tek Perdia për ta ndryshuar marrëdhënien tënde. Në qoftë se jemi një marrëdhënie me njëri tjetër, edhe e ke këtë bindje njerëzore, po jo bindje të perëndishme, po edhe për ty është një thirrje. Në qoftë se ke këtë qëndrimin që nuk dua të lexoj Biblën, nuk dua të lutem, nuk dua të fal, nuk dua të sakrifikoj, nuk dua të jap, nuk dua të përdor dhuntit dhe talentet e mia. Do shta kjo është thirrja për ty, për shkak se Perëndia na dha gjithçka që unë edhe ti të krastitemi për të dhënë fryt. Perëndia e zëvendësoi, do më u bërë, Jezusi thotë që unë tashmë jam marrëdhënia e vërtetë. Kështu që kemi nevojë të besojmë tek Jezusi, kemi nevojë të qëndrojmë tek Jezusi. Dhe kur nuk e bëjmë këtë, e njëjta gërshërë që krastit edhe pret. Kështu që në qoftë se je në një marrëdhënie mëkatare, edhe e ke mbajtur të fshehtër, edhe po e mban akoma të fshehtër, dije që gërshëra do të vijë ose për të krastitur, duke ndryshuar, duke ju bindur Perëndis, duke u kthyer, ose për të prerë. Po nuk do të lejë atje. Kështu që nuk mund të mendojmë që kjo marrëdhënie e paperëndishme do të vazhdojë të jetë e paperëndishme. Kështu që ftesa e Perëndis është kjo, pendohu, ftesa e Perëndis është ktheu, ftesa e Perëndis është beso. Se potencialin që kemi mua është për të restauruar. Potencialin që kemi në Perëndinë është për të kthyer. Potencialin që kemi në Perëndinë është nga ata që s'japën frytë, t'japën frytë për lavdit.